E përmendëm pak më herët kur ishim tek monitori edhe marramendjen. Një tjetër simptome shpesh që shpesh nështë është e rëndë me thonë, por mund tjetë psikosomatike shumë shqetësimeve tona, sepse analiza dalin mirë, vizitat te unë neurologu dalin mirë dhe marramendja na shoqëron. Pse na vjen? Marramendja në kuptimin e çrregullimit psiqik është një shenjë karakteristike. Njerëzit kanë ndjenjen se mos sportzohen. Edhe ta në kohën mahën, kur të ecin, gjithmonë e kçyrin për shkak të lëvizshmërisë. Kjo ndodh që i duket se po lëvizin, objektet, rruga. Për shembull, sikur me qenë me syza me këto që janë progresive. Që nuk mësohesh apo ta nalt me shiko. Edhe tash do të thotë, kjo ndjenjë është shumë e pakëndshme, edhe zakonisht ndodh në fobi specifike. Kur të quaj, është për tyne agorafobia, fobia turmes, ose fobia sociale. Dhe këta më njëherë fillojnë të kenë ataqet panikut. Një pi formave ataqeve të panikut, një pi shenjave është edhe marramendja. Mirë po, njerëzit e tillë nuk rrëzohen asnjëherë. E menaxhojnë. E menaxhojnë. Nuk rrëzohen asnjëherë. Jo përveç se që e kanë marramendjen, po e kanë ndjenjen mos po tranohen, mos po desin aty për aty. Asnjëna nuk ndodh. Për shkak se është maksimumi që e jep veçim çrregullimi psiqik e jep në çat gjendje. Ata kanë nevojë mu siguru, mu risiguru që është ndjenjë e tillë dhe ajo ndjenjë e tillë zgjat disa minuta dhe te kalohet. Mirë po, e keqja jonë është se fiksohemi gjithmonë në pikat e caktuara në momentet e caktuara. Nëse 1 minutë kemi pas këtë gjendjen për që je marramendjes, ta në kohën fiksohemi aty, qoftë në kohë, qoftë në orë. Dhe thunë, qëtë kohë si të vjen, unë e ko marramendje. A harrëm që 23 ore, 30 minuta, 45 minuta, kemi qenë mirë. Kjo është ndjenja e fiksimit dhe ne punojmë shumë që këtë ndjenjë fiksimit ta zvoglen sa ma shumë edhe ta arrin ta menaxhojnë momentin e caktuar. Më thonë shumë e thjeshtër se nuk rrëzohen, nuk tranohen, nuk desin pisaj. Edhe më njëherë, mirë, por sistemi të menduarit tonë, i cili individit për them, i cili është pak ma agresiv në momentet e caktuara, për atë arsye dhe njeriu e humb të rruan e vetë për çmim ashtu.